Ja ku po takohemi sërish miq për të komentuar një nga diskutimet që në fakt nuk mund t'i quaj diskutim, që ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Do me thënë sa e turpshme është që të përdorësh një skenë të një banore se cila në fakt nuk u vetë kontrollua kur e tha atë fjalë, vetëm e vetëm për të krijuar diskutime, sepse ti e ke arritur ta kuptosh që nuk ke me këtë të krijosh diskutime gjatë gjithë ditës. Rogerti po bën një diskutim me Stenaldon, duke i quajtur Stenaldon manjak femrash, pse Stenaldo pyeti se ku janë vajzat. Tani, ne e dim shumë bukur që Stenaldo çdo gjë mund t'jetë, por manjak femrash nuk mund të jetë. Bolli herë ai e ka fatin si e ka, do me thënë është i verbër. Ndoshta Zoti edhe për atë ka shkruar që ai të ndërton një familje. Por pika që ai e kishte më së shumti në zemër si dëmshuri, në momentin kur fliste me Luizin, ishte familja dhe fëmia, sepse i tha Luizit që ti dhe ju të gjithë keni fatin që ta shijoni atë momentin, ndërsa unë dhe filloi që të përlotet. Tani duke e ditur problemin të cilin e ka, ti je duke i vënduar në dukje një situatë që realisht nuk duhet thënë në asnjë mënyrë. Ti thuash një njeriu të verbër, manjak femrash, që ti të interesojnë ku po shkojnë femrat, që ine a ka patur me të drejtë që ty ta ka thënë këtë gjën, kjo është çnjerëzore. Unë mendoj që Stenaldo nuk i shikon ato femra për të ndërtuar emocione, sepse Stenaldo e di shumë bukur se ku e ka limitin e tij. Dhe e di shumë mirë që në qoftë se ai do të ndërtonte një lloj ndjesie dhe emocion, ajo femër duhet të ketë një diçka të ngjashme me të, po edhe si kur ta bën me një njeri që ka sy, është shumë e bukur dhe është shumë okay. Pse duhet të gjykohet një djalë i cili do të thënë pyetën se ku është një femër dhe ti ta quash atë manjak femrash vetëm për të krijuar një situatë. E pash që Stenaldo u prek edhe i thonte Rogerti që të kontrollon fjalët, çuditërisht do me thënë, në situata të këtilla, ndaj një komuniteti të këtill, produksioni nuk është se ndërhyn, produksioni gjithmonë hesht dhe kjo është për t'u befasuar. Do me thënë, heshtja e produksionit është për t'u befasuar dhe për këtë gjë unë dua të marr mendimin tuaj, si e gjykoni ju këtë situatë që po ndodhet në shtëpinë e Big Brotherit me Rogertin, sepse e pash që nga Stenaldo e nxori kokën tek Selin, sepse Rogerti kam arritur ta kuptoj këtë gjë, në qoftë se nuk grindet brenda ditës një herë me Selin, nuk i shkon dita.